Donjëherë Zoti i Madh robin e tij e privon nga disa mirësi që ta ruan nga disa të këqija të jetës kësaj dunjaje. Dhe kjo është ashtu siç na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ndonjëherë e demonstron dashurinë e tij ndaj robit të tij, kur robi i tij dëshiron disa të mira të kësaj dunjaje, mirë po Zoti nuk ja jep. Dhe ndonjëherë na mendojmë se ndoshta Zoti neve nuk na don dhe nuk na kaplon me dëshirën e tij, por realiteti është e kundërta. Sikur se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndonjëherë i sëmuri që është i afërmi yt e privon nga pija dhe ushqimi që ti mos ta dëmtosh. Kështu Zoti vepron ndonjëherë me neve, na privon dhe na largon nga disa ëndra dhe disa planifikime që i kemi në jetën tonë dhe nuk kemi mundësi të realizojmë, mirë po ne me këtë vepër ne nuk duhet të mendojmë keq për Zotin, por anasjelltas duhet të mendojmë mirë për Zotin, se Allahu neve puna i dëshiron të mirën dhe dëshiron që ne gjithmonë të jemi nën dëshirën e Zotit, na privon nga një e mirë për të na ruajt një të mirë absolute në jetën e përteme.